duket se kjo qetësia ka ardhur pas një fortune që ke patur diku në jetën tënde. Ke patur një jetë të vështirë, ja ke dalë, mund të themi që e ka mundur vrapi vështirësinë e jetës tënde? A do ta ndash me ne çfarë ke kaluar? Vrapi është e fundit, domethënë, është një nga ato pikat e fundit që ka mush atë gotën. Por realisht kam shkuar në shumë konferenca këto 7 vitet e fundit. Kam lexuar shumë libra. Domethënë në farë mënyre e kam jo vetëm kthy jetën nga një drejtim shumë i gabuar në drejtim të marrë, sepse asgjë deri në momentin që ti realisht ndryshon. Kur thua gjë të gabuar, ti ke patur... Faleminderit. Kur thua gjë të gabuar, çfarë ka ndodhur me jetën tënde përpara 12 viteve, kur ne kthehemi pas edhe ti shikon veten tënde në retrospektiv? Domethënë, në 2005 ishte një nga sfidat, besoj, personale të jetës time, ku fillova e rrugtim shumë gabum. Mund ta themi se mund të jetë zëri i shumë personave që po kalojnë mbas një situatë. Fillova domethënë konsumin e kokainës. Unë jam shumë kështu, bëj parashutizëm, domethënë jam pilot avione, hez me motor. Dhe vrapi më jep adrenalin. Mirë po, atë kohë nuk e disha. Edhe fillova të marr këto substance dhe më dhon adrenalinen. Edhe kam qenë konsumues kokaine për 12 vite. I rregullt. Edhe kujtosha që kisha jetë të mirë, sepse kisha i biznes, kisha lek, si shpesher kështu domethënë, edhe hajde po bëjmë edhe festë. Ky besoj që ishte gabimi, një nga gabimet më të mëdha të jetës time. Edhe kuptova direkt që isha gabim, po s'dilsha dot. Kur hoqe dorë? Çfarë të bëri të heqësh dorë? Kur vdiq babi, ndryshon shumë gjëra. E një nga ato filloi ky procesi i s'durosha dot asgjë, jo kokainë, po as kafeinë. Edhe thosha tash, ky është momenti më i mirë që të heq dorë, po se bosha dot. Ishte shumë e vështirë. Në 2018 vendosa domethënë përfundimisht të shkëputem nga ajo jetë. Kjo ndodhi faktikisht në një konferencë të Tony Robbins, që unë e vlerësoj shumë edhe jam shumë i njohur për ndihmën që më ka dhënë. Isha në Londër, ishin 15.000 veta në sallë, edhe ai po shkonte në një proces që i ndihmon njerëzit ndryshojnë. Edhe pasi ai marroi çdo gjë, njerëzit bërtishin, gjithë kishin ndryshuar, edhe unë isha gjithë paktën shumica, ose ashtu reagoshin, unë isha akoma i dëshpëruar sepse nuk e ndisha ndryshimin. Në një moment ngrej kokën lart dhe pash një dritare nga këto dritaret, domthonë që shef qiellin. Po. Ishte ai qielli tipik britanik, anglez, gri. Edhe ju luta Zotit, thash, o Zot, as Tony Robbins po më ndihmon dot, lutem ndihmo, se kam nevojë. Edhe ngjohaj diçka domethënë sikur një mur që po shemet brenda meje. Edhe fillova qaj. Nga ai moment filloi jeta ime më ndryshu.